Proces verbalet, kalojmë në miratim. Kush është dakord për miratimin e proces verbaleve? Të gjithë dakord. Miratohen të dy proces verbalet. Si pikë të dytë, kemi miratimin e kalendarit nën komisionit për periudhën 9 qershor 10 korrik 2025. Kemi parashikuar ose kemi si caktu që një seancë dëgjimore për zbatimin e rekomandimeve të lëna në raportin e nën komisionit për auditimin e performancës kujdesit ndaj të moshuarve. Janë Ministria e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale si dhe Shërbimi Social Shtetëror, i cili do të sjellin zbatimin e rekomandimeve nga ana e këshilltarëve të nën komisionit. Janë hartuar shkresat dhe janë dërguar shkresat në nën komisioni të gjithë atyre që do të zbatonin rekomandimin, gjithë institucioneve, dhe po presim informacionin që do të na përcjellet deri me datën 26 të këtij muaji, dhe në vijim do të organizojmë dëgjesën për zbatimin e rekomandimeve. A jeni dakord me këtë kalendar? Dhe në vijim do të bëjmë një raport të veprimtarisë nën komisionit për periudhën që konstituim deri në përfundim fund të qershorit. Edhe këtë besoj ta miratojmë përpara seancës së fundit, në mënyrë që ta prezantojmë edhe gjatë seancës që do të jetë në Kuvend. Jemi dakord me miratojmë kalendarin? Të gjithë dakord? Kalojmë në pikën e tretë të rendit të ditës, që është miratimi i raportit të nën komisionit me zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e ushtruara në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës dhe drejtoritë vendore të saj për periudhën 22-23. Çështja e pronave metet një çështje shumë sensitive në Shqipëri, prandaj edhe nën komisioni në mbledhjen e datës 11 shkurt 2025 mori në shqyrtim raportet për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga kontrolli i lartë i shtetit në auditimet e përputhshmërisë për 5 drejtori vendore të Agjencisë Shtetërore Kadastrës: Tirana Rurale 1, Tirana Rurale 2, Durrës, Fier, Pogradec për periudhën 22-23. Në mbledhjen e nën komisionit u bë prezantimi i gjithë gjetjeve dhe rekomandimeve, si dhe niveli i zbatimit të këtyre rekomandimeve nga institucionet e audituara. Në auditimet e përputhshmërisë, kontrolli i lartë të shtetit i ka kushtuar vëmendje të posaçme çështjeve që lidhen me legalizimin e objekteve dhe kalimin e parcelave në pronësi të subjekteve, regjistrimin e pasurive të palujshme, si dhe bashkëpunimin institucional midis secilës drejtori vendore dhe institucioneve përkatëse. Me datën 12 mars, nën komisioni zhvilloi seancën dëgjimore në lidhje me historinë e zbatimit të rekomandimeve të kontrollit të lartë të shtetit, edhe pse nën komisioni kishte kërkuar pjesëmarrjen e drejtuesve të lartë të subjekteve të audituara, përfshirë dhe drejtoreshin e përgjithshme të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, kjo kërkesë nuk u respektuara. Asnjë nga drejtuesit e institucioneve, drejtorive vendore të audituara nuk u paraqit në mbledhjen në dëgjesën e zhvilluar me datën 12 mars. Aty ishin të pranueshëm vetëm zonja Erisela Çikopana, drejtori i auditit të brendshëm në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, dhe zoti Ardit Kasemi, drejtoria e monitorimit titujve të pronësisë në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Anëtarët e nën komisionit kritikuan mungesën e pajustifikuar të personave si përmendur, duke cilësuar këtë si mungesë serioziteti ndaj Kuvendit dhe procesit të llogaridhënies. Por duke marrë parasysh ndërprerjen e përkohshme të punimeve parlamentare si rrjedhoi e zgjedhjeve e fushatës elektorale për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, anëtarët e nën komisionit vendosin vijimin e dëgjesës me përfaqësuesit e tjerë që ishin të pranishëm. Disa gjetje të auditimit dhe problematika kryesore që ishin të pasqyruara në raportet e auditimit kishin bënin masi grupet e auditimit kishin shërtuar dokumentacionin tekniko-ligjor të legalizimit të objekteve, vetë deklarimet, kërkesat e subjekteve, procesverbalet e verifikimit në terren, skicat fushore, fotografit, hartat fizike, genplanet, ortofotot e tjerë,
kartelat e pasurive të palujshme, referencat për kasjet regjistrimit tjerë, referuar gjitha këtyne, rezultuan se për këto 5 drejtori janë adresuar një numër total prej 263 rekomandimesh, nga cilat janë pranuar 213 rekomandime ose 81% e totalit. Aktualisht rezulton se janë zbatuar 36 rekomandime ose 13.7% e totalit dhe nuk janë zbatuar 141 rekomandime ose 54% e totalit. Afati i lënë nga kontrolli i lartë i shtetit për përmbushjen e rekomandimeve të pazbatuara ishte për subjekte deri me 30 shtator 2024. Auditimet, por nga raportimi i kontrollit të lartë shtetit rezultoi se Drejtoria Vendore e Durrës, Pogradec, Fier, Tirana Rurale 2 nuk kanë respektuar detyrimin ligjor për kthimin e përgjigjes brenda 20 ditëve nga marrja e raportit final. Ndërsa përsëri Drejtoritë Vendore, Durrës, Fier, Tirana Rurale 1, Tirana Rurale 2 nuk kanë respektuar detyrimin ligjor për raportimin pranë kontrollit të lartë shtetit brenda 6 muajve me ndjekin dhe realizimin e rekomandimeve në vazhdimsi duke nxjerrë aktet e nevojshme administrative dhe nisjen e procedurave disiplinore administrative apo hartimin e padiveve gjyqësore. Auditimet kanë evidentuar një sër mangësish dhe problematikash, të cilat mund t'i përmbledhim si më poshtë: shkeljet kuadrit ligjor në proceset e legalizimit, duke evidentuar raste të dhënies lejes jashtë afatit ligjor për objekte në zonat ndaluara, rrugë nacionale, zona arkeologjike, objekte publike, ose me dokumentacion të paplot, apo për objekte të ndërtuara me materiale të përkohshme apo me pasuri publike, trull shtet, kanale, tokë bujqësore në administrim. Një gjetje tjetër janë abuzimet dhe keq administrim për përdorimin e pasurisë publike. Përfshirë mos pagimin e detyrimeve për parcele ndërtimore në 1249 raste vetëm në Pogradec, vlerë mbi 140 milion lek. Përfitimin e padrejtë pronës publike përmes akteve të marrjes tokës pronësi ose privatizimeve të pajustifikuara, mos përputhje në zërat kadastral dhe mungesë dokumentacionit të origjinës pronës. Një pikë tjetër e gjetjeve janë mangësitë theksuar në administrimin e dokumentacionit dhe arkivs, duke konstatuar dosje të paplota për praktika legalizimi, mungesë proces verbalesh, mungesë firmash, verifikime zyrtare, si dhe mungesë inventarizimi për dhjetra praktika. Gjithashtu për Tirana 2, Tirana Rurale 2, nga kontrolli i lartë shtetit është konstatuar që arkiva ndodhet në kushte të papërshtatshme dhe jashtë ambienteve të punës. Mos respektim të afateve ligjore dhe standardeve procedurale, përfshirë dhe afatin 60 ditor për vendimarrje dhe 30 ditor për zbardhje. Mungesë mekanizmash për ndjekjen e ankesave dhe transparencës së këtij procesi, duke konstatuar mungesën e regjistrave përkatës për trajtimin e ankesave të qytetarëve dhe të sistemit për ruajtjen e historikut të komunikimeve dhe veprimeve për rastet problematike. Në mënyrë të përmbledhur më poshtë paraqitet gjendja e zbatimit të rekomandimeve për secilin drejtori vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Për Drejtorinë Vendore Durrës, nga 41 rekomandime të lëna rezultojnë 18 plotësisht zbatuara, nga cilat 16 masa organizative dhe 2 masa disiplinore, 10 rekomandime pjesërisht të zbatuara dhe në proces 13 rekomandime të pazbatuara për pamundësi e ekzekutimi të gjitha masa disiplinore. Për Drejtorinë Vendore Fier, nga 39 rekomandime të lëna rezultojnë 5 plotësisht të zbatuara, 12 rekomandime pjesërisht të zbatuara dhe në proces, 14 rekomandime të pazbatuara, 12 masa disiplinore dhe 2 masa me efekt financiar. Për Drejtorinë Vendore Pogradec, nga 26 rekomandime të lëna rezultojnë të zbatuara plotësisht 10, të zbatuara pjesërisht ose në proces zbatimi 4 dhe të pazbatuara 12 rekomandime. Për Drejtorinë Vendore Tirana Rurale 1, nga 30 rekomandime të lëna rezultojnë të zbatuara plotësisht 7, të zbatuara pjesërisht ose në proces zbatimi 2 dhe të pazbatuara për pamundësi ekzekutimi 6 rekomandime, si dhe 15 masa disiplinore të pazbatuara. Për Drejtoritë Vendore Tirana Rurale 2, nga 78 rekomandime të lëna rezultojnë të zbatuara plotësisht 16 rekomandime, pas batu 31 masa disiplinore dhe 31 rekomandime të karakterit organizativ për pamundësi ligjore ekzekutimi. Për sa i takon procedurave për legalizimin e objekteve informale, ka rezultuar se
Tirana Rurale 1 ka miratuar vetëm 17.3% të procedurave. Tirana Rurale 2 55.5%, Durrësi 44.2%, Fieri nuk ka asnjë raportim dhe Pogradeci 19.5%. Në diskutimet e mbledhjes gjatë dëgjesës që u zhvillua në komision, u përqendrua më shumë në vlerësimin e masave të normale nga institucionet auditure dhe në evidentimin e sfidave të vazhdueshme në administrimin e drejtave të punësisë dhe transparencës institucionale. Në mënyrë të veçantë, u ngritën shqetësime të mëdha lidhe me problematikën e regjistrimit të akteve të marrjes tokës pronësi dhe legalizimeve, përfshirë sorollatjen e qytetarëve, mungesën e përgjigjeve zyrtare, vonesat në procedura dhe përdorimin e formave standarde të përgjigjeve që nuk ofrojnë zgjidhje efektive. U kërkua sqarimi i pozicionit të agjencisë për aplikimet e prapambetura dhe mënyrën e përpunimit tyre në sistemin e ri. Pjesëmarrësit theksuan në rëndësinë e rritjes përgjegjshmërisë institucionale për zbatimin e rekomandimeve të auditimit, u konsiderua shqetësuese përqindja e ulët e zbatimit të rekomandimeve 13.7%, si dhe mos respektimi i afateve për kthimin e përgjigjeve zyrtare nga kontrolli i lartë i shtetit. Përfaqësuesi i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës raportoi se masat me efekt financiar në shumicën e rasteve rezultojnë të zbatuara. Masat me efekt disiplinor përgjithsisht rezultojnë të pazbatuara për arsye pamundësi ekzekutimi, sepse punonjësit nuk ishin më pjesë e stafit të institucionit. Megjithatë, në vijim, Agjencia Shtetërore e Kadastrit angazhohet të bëjë një njekje më rigoroze të rekomandimeve, të fillojë shqyrtimin dhe verifikimin e problemit të konstatuar dhe të konkludojë gjithmonë me një vendim për dhënie apo jo masë disiplinore sipas rastit. Masat për rekomandimet të kthimit pasurive në gjendje fillestare kanë patur probleme teknike në zbatimin e tyre dhe me gjithë rishqyrtimin e rastit kanë ngel të pazbatuara. Gjatë procesit dinamik të regjistrimit fillestar të pasurive, ku 80% e zonave kadastrale janë nështruar regjistrimit fillestar në vite, ka njësër problematikash në lidhje me saktësinë e informacionit kadastral, kryesisht hartat me probleme që sjellin rast pas rasti dhe probleme në regjistrimin e transaksioneve dhe tjetërsimin e pasurive. Kjo ka bërë të pamundur në disa raste zbatimin e rekomandimit. Përfundime. Nën komisioni vlerëson se niveli aktual i zbatimit të rekomandimeve të kontrollit lartë shtetit në drejtori vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës është nën pritshmëritë e një administrate efikase dhe llogaridhënëse. Mungesa e raportimeve në kohë, shkalla e ulët e zbatimit dhe mungesa e bashkëpunimit institucional përbëjnë tregues të qartë nevojës për përmirësim të menjëhershëm në menaxhimin e veprimtarisë së ASHK-s në nivel vendor dhe qendror. Nën komisioni i kërkon Agjencisë Shtetërore të Kadastrës njekjen dhe zbatimin e rekomandimeve në vijim si pjesë e përgjegjësive institucionale dhe në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Në drejtim të legjislacionit, rekomandim të propozohen ndryshimet e nevojshme ligjore në vendimin e Këshillit të Ministrave numër 782, datë 7/10/2020, kreu 2.1 dhe 2, për të parashikuar që kartelat e pasurisë të plotësohet si në formë fizike, ashtu dhe digjitale. Dhe rekomandimi tjetër në drejtim të legjislacionit është drejtori i përgjithshëm i ASHK-s dhe Këshilli Drejtues të marrin masa për hartimin e rregullores për funksionimin e veprimtarisë së drejtorisë përgjithshme dhe drejtorive vendore, rregullore për organizimin dhe administrimin e dhënave të kadastrës, si dhe dhënave të tjera që administron ASHK-ja, manualeve të sistemit elektronik multifunksionale të tjera dokumente të brendshme të ASHK-s të diktuara nga krijimi i këtij institucioni. Këto janë dy rekomandime të pazbatuar në drejtim të legjislacionit. Rekomandime të përgjithshme. Zbatimi në kohë dhe të plot rekomandimeve të KLSH-s, përfshirë masat organizative, financiare dhe disiplinore, si dhe përfshirjen aktive në monitorimin e brendshëm dhe raportimin në kohë nga institucioneve mbikëqyrëse. Rekomandimi tjetër, të ndërmarrë pavëmendjes të gjithë veprimet administrative dhe tekniko-ligjore të nevojshme për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, në veçanti ato të vendimit të gjykatës së lartë, si dhe të raportojnë në VMC për zbatimin e tyre. Rekomandimi tjetër, të ndjekë dhe zbatojë masat disiplinore të kërkuara nga KLSH-ja, duke bashkëpunuar edhe me institucionet ku janë transferuar punojësit për të garantuar llogaridhënie dhe integritet institucional.
të sigurojë bashkëpunim të ngushtë, të vazhdueshëm dhe efektiv me njësitë e qeverisë zvenore dhe institucionet përgjegjëse sektoriale deri në adresimin dhe zgjidhjen përfundimtare të problematikave të konstatuara. Të ndërmerren masa thelbësore për përmirësimin e sistemit trajtimit kërkesave dhe përgjigjeve ndaj qytetarëve në funksion të ofrimit shërbimeve të plota dhe zgjidhjes përfundimtare të çështjeve të tyre, duke garantuar një proces të efektshëm, transparent dhe brenda afateve ligjore, me qëllim respektimin e plotë të drejtave pronësore në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Rekomandimet pa zbatuara ose të zbatuara pjesërisht. Në tabelin që i bashkëlidhet këtij raporti, pasqyrohen në mënyrë të detajuar rekomandimet analitike që rezultojnë me statusin të pazbatuara ose të zbatuara pjesërisht, si dhe komentet përkatëse të kontrollit të lartë të shtetit, pas raportimit nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Rezultojnë rreth 63 rekomandime, nga të cilat 34 janë të pazbatuara, rreth 54% të tyre. Afati për zbatimin e rekomandimeve do të jetë muji shtator 2025. Zbatimi e rekomandimeve do të monitorohet në vazhdimsi nga nën komisioni pas konstituimit të legjislaturës së re parlamentare dhe rifillimit të punës së strukturave përkatëse të kuvendit. Bashkëlidhur janë edhe të 63 rekomandimet, të cilat janë në fazë ose të pazbatuara ose në të zbatuara pjesërisht, për të cilat do të jepet afati pra zbatimi i rekomandimeve, dhënia informacionit do të jetë fundi i muajit shtator 2025. A ka kush në një çështje për të ngritë? Sekretare, ju e përmendët pak më parë, po thjesht desha ta ripyes edhe një herë, a kemi kërkuar detyrimisht në përgjithshme për të qenë pjesë e ballafaqimit në komision gjatë seancës dëgjimore, sepse edhe sot për një moment mendova që nuk do të kishim përfaqësim nga ASHK-ja. Nga ana e koordinatorit nën komisionit është dërguar email Agjencisë Shtetërore Kadastër duke ju kërkuar të vi përfaqësuesi i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Unë nuk jam ndjeni nëse është dhënë përgjigje me email se kush do të jetë. Megjithatë përfaqësuesja është e njëjta ajo audituesja. Mendoj që për rëndësinë që ka institucioni, problematika që ka hasur jo vetëm kontrolli i lartë i shtetit, por edhe nën territor, e kam gjykuar gjithmonë që ka qenë shumë e rëndësishme që titullari i institucionit të jetë në komunikim dhe bashkëbisedim, po i quaj kështu, jo në ballafaqim me ne, sepse në të vërtetë ka realisht nevojë për të përmirësuar performancën. Gjithsesi e kanë gjykuar me respekt për përfaqësuesen, drejtoresën juridike. Gjithsesi, auditit ndjes, çdo përfaqësues i institucionit është i mirëpritur edhe pa diskutim që ka rolin e vet shumë të rëndësishëm, por unë mendoj që për thellësinë e problematikave që kemi hasur në territor dhe në debate dhe në diskutime dhe që janë konstatuar edhe nga raportet e kontrollit të lartë të shtetit, pretendoja të paktën personalisht që kishim një vlerësim më të lartë si në komision. Gjithsesi, faleminderit. Është e vërtet zonja Risulaj, unë e theksova dhe kemi shkruar edhe në raport. Kjo duket si nënvlerësim pak për kuvendin dhe veçanërisht edhe për nën komisionin, mos paraqitja jo vetëm e drejtorisë përgjithshme, po edhe drejtuesve të drejtorive vendore, të 5 drejtorive të cilat janë të audituara. Në fakt ne që herën tjetër, pavarësisht se vazhduam dëgjesen për shkak të fillimit të fushatës zgjedhore, kërkuam që në momentin kur të prezantohej raporti të paraqiteshin, por si shihet ajo nënvlerësimi për kuvendin, po dhe në veçanti për nën komisionin duket se vazhdon.
Gjithsesi, unë po vazhdoj me pikën tjetër të rendit të ditës, ku është projekt vendimi për miratimin e listë audituesve ligjor të pavarur, të cilë plotësojnë kriteret formale për auditimin e llogarive financiare për vitet 23-24 të kontrollit të lartë të shtetit. Që në zbatim të ligjit për funksionimin e kontrollit të lartë të shtetit dhe rregullores së nën-komisionit, nën-komisioni që me datën 28 pari 2025, me vendimin numër 1, ka shpall procedurën për procedurën përzgjedhëse të grupit audituesve të pavarur, të cilë do të auditojnë llogaritë financiare për vitet 2023-2024 të kontrollit të lartë të shtetit. Në procedurën e parë të shpallur në faqen e kuvendit, në faqen e web të kuvendit, nuk u paraqit askush dhe ne vazhduam në mbledhjen tjetër, ne vendosëm rishpalljen e procedurës, me qenë se herën e parë kishim vetëm një auditues ligjor i cili i plotësonte të gjitha kushtet si vetë, por nuk kishim një grup audituesish. Dhe me qenë se ligji kërkon grup audituesish, këtë radhë kemi dy auditues ligjor, të cilat plotësojnë kushtet, kemi zonjën Adrisa Boshnjaku dhe zonjën Fatmira Sykja Kastrati, të cilë plotësojnë të gjitha kushtet sipas kërkesës rregullores dhe shpalljes që kemi bërë ne, dhe mendoj që të kalojmë në miratimin e vendimit për listën e audituesve ligjor të pavarur, të cilë plotësojnë kriteret formale për auditimin e llogarive financiare të kontrollit lartë të shtetit dhe t'ja përcjellim këtë raport me një vendimin së bashku me një raport Komisionit për Ekonominë dhe Financat për të bërë përzgjedhjen përfundimtare. A ka kush gjë për të? E hedhim votim? Dakord gjithë në komisioni, atëherë vendimi miratohet dhe i përcjellet Komisionit për Ekonominë dhe Financat dhe publikohet në faqen zyrtare të kuvendit. Këto ishin pikat që kishim ne sot në rendin e ditës, në mbledhjen e komisionit, patjetër që për mbledhjen e rallës, të cilën ne e përcaktuam në kalendar që do të jetë me datën 30, do të njoftoheni edhe nëpërmjet sekretarisë dhe në vijim edhe për raportin përfundimtar të punës së bërë të gjithë nën komisionit për auditimin e sektorit publik. Ju faleminderit dhe mirupafshim në mbledhjen e rallës.